Tu vjen pjesa kyçe e gjithë kësaj përpjekje, vjen objektivi më i madh strategjik i yni për ta kthyer Shqipërinë nga një vend si ai që gjetëm në humner dhe në prag të kolapsit energjetik në një vend eksportues neto të energjisë elektrike. Diçka e pa imagjinueshme deri jo shumë vite më parë, dhe diçka që është në dorën tonë tani më, pasi është vetëm një çështje e pak vitesh brenda këtij mandati të katërt të qeverisë që ne të shpallim sovranitetin e plot energjetik dhe që të mos jemi më të varur as nga importi i energjisë dhe as nga luhatjet nga njëherë thuajse katastrofike që sjellin në tregun e energjisë krizat që nuk kanë të bëjnë fare me ne, siç edhe i kemi përjetuar vetëm në kohët e fundit në mënyrë shumë dramatike.